pse nuk po funksionin konsitë e veçanta? Pse nuk po funksionin edhe shumë gjana që po thoni që i keni kry, fatulltoria ka nisë me ndërtu, cili ndërtimi tulltorës, kur nisi me ndërtu tulltorën. Po Po mos një mëra. Ishulli urban, tha ma kanë bloku. Ishulli urban është një dakordimi jone, para disa viteve, për hapësinën prapa Pallatit Rinis, për mja dediku teatrit të operës. Dhe aty bashkë kemi dakordu që përveç teatrit të operës duhet bëhet edhe platforma për me lidh Arberin me Pallatin e Rinis. Pa e marë pëlqimin e institutit në kundërshtim me vetë vendimin e kuvendit komunës për mja ndahet hapësin, teatrit të operës e ka nisë këtë projektin e ishullit urban. Ne kemi qenë pro asaj. Mund të dëgjoj projektet e juaja, po projektet kapitale të juaja, pra ju mund ta shfrytëzoni kohën e juaj si të doni ju. Po vetëm se besoj që është një interes të njerëzve që po na ndjekin. Ishte mundësia, e ke pastaj ta jap drejtë për vetëm po them që projektet e zotit Çeku. atë shumë po thot pa vërtetë. Projekte që nuk ekzistojnë në fakt që edhe unë ishte dashur me pas mundësinë me repliku sepse nuk qëndrojnë ato. Edhe kështu ishte dakordimi që do të kemi mundësi edhe me repliku. Unë shfrytëzova këtë mundësi për me repliku. Të dy të keni pas kohën të barabar, pra aq sa kom arrit unë me nda barabarësisht, mundëm edhe me shiku, po thjesht për shkak të kohës, absolutisht duhet me diskutu edhe për ata se çfarë është vizioni i secilit për Prishtinën. Pra besoj që këtë pjesën e fushatës të akuzave tjerave është ezauruar një kohë gjatë, mund ta bëni edhe sonte. Është çështje e juve dyve. Nuk janë akuza, por nëse thot projekte të paqena, dhe thot i kemi përfunduar, se i kemi nisë, duhet dhe me të regu që nuk është të vërtetë. Tregom cilat janë të paqena, tregom cilat janë të paqena, tregoj qytetarëve për cilat jo veç du me i tregu për cilat po thot që janë të paqena. Tregom cilat janë të paqena. Mas pare. Po fol specifikisht, cilat janë të paqena. Ose për cilat unë nuk thash diçka të vërtet. Tregoj qytetarëve këtu sot, cilat janë ato të paqena ose që unë nuk po i tregoj të vërtetë. Një minutë zoti Çeku. Spitali, fshati olimpik, zhvillimi i zonave rurale, agroturizmi, sheshi Gjergj Bush, shkollat e reja, mësim. Shka e të folë, ata shka përshën nga nija, ndalu. Ti përmenda edhe u kry, kështu. Transformimi i Prishtinës kërkon investime serioze në infrastrukturën rrugore. Unë po tregoj, po të pyes, cilat projekte nuk janë, ti përmene këto që janë. Ajo që ka po thu është gënjeshtër, zoti Çeku, tregoj cilat nuk janë. Ti ato që ka i përmende, ato janë. Tash, rruga A, e cila u promovu me pompozitet të madh, me pamje nga droni, është vetëm një segment i vogël i një rrugë që është... Sa është segment i vogël për ty, zoti Çeku? Sa është ky segment? Jo, po tregoj qytetarëve, sa është çaj segment i vogël? A din sa është i vogël? Hajde. Çast sa nuk ka dalë kërkonde. Jo, hajde tregom sa është i vogël. Çast është i vogël? Që edhe ti del thua zgërdhiesh se keni një projekt. Zgërdhiesh se keni blloku këtë projekt një vjet e më shumë, e keni blloku këtë projekt edhe zgërdhiesh tash. Domethënë një projekt i cili mundet me investime kapitale më diskutueshme. I cili lidh Prishtinën me Kalabrin edhe është thash në përfundim e sipër edhe si rezultati blokadës të buxhetit nuk ka përfunduar dhe blokadës një vitëshe në gjykata nuk ka përfunduar, ky zgërdhiet sot edhe thot ky projekt i vogël nuk shihet. A keni qenë anej zoti Çeku, a keni pa? A din ku është mas pari rruga A? A din? A dini? Tregom, lutem, jo po flet vazhdimisht të pavërteta. Tregoj qytetarëve, mos vazhdo me demagogji, mos vazhdo me demagogji. Investimet kapitale, pra më të diskutueshmet janë. More kemi fitu 3 herë në gjykata atë projekt që kanë bllokuar, po kupton, edhe tash flet këtu vazhdo me pak i përfolur, po ashtu pra është Spitali i Prishtinës. Zoti Çeku. Rruga A duhet me përfundu sepse është projekt jetik. Edhe duhet me përfundu me seriozitetin më të madh mundshëm. Serioziteti më të madh mundshëm. Hajde tregoma seriozitet me bloku projektin. Serioziteti më i madh i mundshëm është bllokada. Këtë kuptoni ju si seriozitet? Zoti Rama, vetëm ta menaxhojmë kohën. Pra, zoti Çeku. Domethënë, kur nuk ki rezultat me kallëzu, e çdo dytën fjalë ki bllokues, flet shumë për këtë. Ky është dështaku më i madh i këtë historisë pas luftës në Prishtinë. Rruga A, përveç tjerash, e ka pas edhe fondin e ndarë, rreth 8 milion euro,
nga Qeveria e Kosovës, nga Ministria e Infrastrukturës, për më vazhdo tutje rrugës së Vetarnikut në drejtim të Kalabris dhe për cilën nuk kemi pas lëvizje nga komuna. Dhe në fund, tash para fushatës e kanë promovu një segment të rrugës A me një pompozitet jashtëzakonshëm, që shë pa të mbo dhe tunelin e Kurrizit me produksion, me kamera, filme pa të mbo. A din çfarë projekti? Po bre kom qenë se mas 2 jave, e din çka u bo aty me një shit vogël. Qa bo, ajo puna juj, të vjeqare, ajo puna juj që ka lëshu, jo jona. Ajo është juja, ajo është juja, ajo na kemi kry të mrena, ajo shi është juj për nalt, po, ajo është juja. Do më thënë, ky nivel i seriozitetit, i mos seriozitetit, është dëmi më i madh që ju ka shkaktu sot qytetarët Prishtinës, dhe nëse vazhdon edhe një mandat kështu, keni me pas arsyetime të njëjta, por pun asësi. Edhe projektet që kanë dali kanë promovu me pompozitet, shihje arsyetimin. Ajo piki me njëherë mas 2 jave u mbush, me njëherë uj, tha jo këtu i keni fajet ju, e projektin tha që e kemi kry, se kështu e promovun si të përfundon. Duhet me përfundu edhe rruga, sepse buxheti është, edhe duhet qasje serioze nga komuna. Njëtë duhet me përfundu unaza jashtë me Prishtinës, me seriozitet maksimal. Jo që është trajtu nga komuna deri tash. Tashe 2 vite Ministria e Infrastrukturës e ka projektin ton. Do më thonë, ne e kemi pas për detyr me kry projektin që penetron prej anës të Prishtinës të re, në anën e Kalabris. Ne e kemi përfundu këtë projekt edhe kemi dërgu tashe 2 vjetë edhe këta e kanë prapë. Do më thonë, me demagogji nuk e shtynë projektin për para, e tash ne do të kryjmë atë projekt. Kjo është një. Me qëfar serioziteti, kur flasim për seriozitet, me qëfar serioziteti ju e kryeni teatrin që keni që 3 vjetë e gjys, me qëfar serioziteti? Hajde të regom, spjegoma me qëfar serioziteti. Ti njeri serios që din me punu edhe nuk të regon të pavërteta, të regon me qëfar serioziteti një projekt, po teatrin kombëtar. Është hera e parë që në Kosovë investohet për të gjitha institucionet qendrore të kulturës, edhe teatri kombëtar, edhe muzeu kombëtar, edhe galeria kombëtare. Që sa vjetë me investu në këto? Po të regon edhe? Kështu. Se më pyta ma herë... Edhe ku janë? Tash, ku janë edhe që sa vjetë janë? Ti si minister me krejt... Që e ka faktikisht minister me kryeminister. Që nuk i kryen projekte tash e 4 vite, që i ka fillu tash e 4 vite, që kërkon ndim prej neve që ja kemi dhonë krejt ndimën, ja kemi gjetë edhe vendin për teatrin, derisa të bën këtë tjetrin. Me qëfar serioziteti ti e krymë? Me qëfar serioziteti? Palatin e Rinis, ne ju kemi dhonë, Palatin e Rinis ju kemi dhonë. Ne ju kemi caktu edhe lokacionin se keni dashme me ndërtu teatrin e opran në një vend të vogël, se ajo të regonë sa serios janë edhe qka din. Këta as nuk din, as nuk dojnë, as nuk mujnë, vetëm të shesin demagogji, të shesin të pavërtet asot, ju shesin... Ju gjujnë hije qytetarve të kryeqytetit. Nuk i hajnë këto rena, këto hije të pavërteta qytetarë të kryeqytetit, Zoti Qeku. Një minut, Zoti Qeku. Është hera e parë në historinë e pas luftës që institucionet qendrore të kulturës trajtohen me projekte serioze.